Bujqet cakton një afat 24 orësh për takim me ministrat e bujqësisë dhe financave për pagimin e subvencioneve. Në të kundërtën, pas këtij afati do të fillojnë të bllokojnë Shkupin me të gjithë mekanizmin me të cilin disponojnë. Protesta është si rezultati i mospagimit të subvencioneve për një kohë më të gjatë, në disa raste edhe që nga viti 2012. Viti që shkoi, përfaqësues të OSB-s kanë monitoruar më shumë se 100 raste gjyqësore, mes të cilave dhe ato që i ka hapur PSP-ja. Në takimin vjetor të koalicionit për gjykime të drejtë, u theksua se mes tjerash është vënë re shtyrje e paarsyetujshme e procedurave gjyqësore dhe mosthirrje e paleve nga gjykatat. Kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, nënkryetari Frans Timmermans dhe komisionarët për drejtësi dhe punësim ditën e në Bruksel do të kenë një takim me George Sorosin. Tema e takimit do të jetë ligji hungares me të cilin ky vend dëshiron që ta ndalojë punën e Universitetit të Evropës Qendrore, të themeluar dhe të financuar nga Sorosi, dhe gjyqëtia ndaj organizatave jo qeveritare në vendet ballkanike të financuara nga fondacioni i tij.